Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar para 2 javë, që të flasim mbi punët e zemrës, mbi punët dhe adhurimet e pjesës më të rëndësishme të cilën e ka krijuar Allahu xhelle xhelaluhu në qenjen tonë, dhe ajo është zemra. Zemra, pam në ligjëratën e kaluar se sillet rreth 2 kuptimeve në gjuhën e arabëve. Kuptimi i parë është thelbi dhe pjesa më e rëndësishme e një diçkaje, dhe kuptimi i dytë është se diçka e cila rrotullohet. Dhe në këto 2 kuptime do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala për zemrën. Zemra, të nderuar xhamatli, është pjesa ku e shikon Allahu xhelle xhelalu, ndërsa gjymtyrët janë që ne shihemi me to. Ne me sytë tonë i shohim trupat e njerëzve, i shohim duart e tyre, fytyrat e tyre, këmbët e tyre, teshat e tyre, e kështu me radhë, fjalët e tyre, por ne nuk shohim në zemrat e njerëzve, e as që kemi mundësi me pa. E mua aty ku ne nuk kemi mundësi me pa, Allahu shikon. Mua aty ku ne s'kemi qasje, s'kemi kontakt, s'kemi mundësi që të lidhemi me zemrat e të tjerëve, mua aty Allahu xhelle xhelalu e ka veçuar me shikim. Andaj sot do të me lejnë Allahu te bareke ve teala, gjithashtu do të vazhdojmë në hyrjen apo para hyrjen mbi çështjen e zemrave, para se të futemi në veprat e zemrës dhe punët e zemrës gradualisht, me lejen edhe izën e Zotit subhanahu wa taala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se zemra dhe ajo që ka të bëjë me zemrën, çka është për qëllim? A është për qëllim ky organi të cilin e njohim, që me të funksionon trupi i njeriu, apo edhe shtesa mbi këtë organ? Para se të vazhdojmë atje me lejen Allahu te bareke ve teala, e do ndalemi me hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar zemrën me shikim të Zotit te bareke ve teala, e aty ku shikon Zoti duhet të jetë i tërë përqendrimi i robit. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithi që ka nxjerr Imam Muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu an, thotë se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në hadith: inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam: vërtet Allahu nuk i shikon syretet e juve, të pamjet e juve, këtë e jashtme e juve, çka ka me trupa, me pamje, me tesha, me zbukurime, Allahu nuk i shikon këto. E as Allahu që i shikon parët e juve. Që kjo domethënë është angazhimi më i madh i njerëzve, parët edhe trupat e vet. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë po Allahu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Ku shikon Allahu xhelle xhelalu? Në zemrat e juve dhe në veprat e juve. E që zemra është baza, vepra është dege e zemrës, apo pasqyrimi asaj që ka në zemrën e njeriu. Imam el-Qurtubiu në tefsirin e tij, në vëllimin e 16, në komentin e këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot kështu. Thot: dhe kjo hadith është hadith i madh. Allahu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Thot ky hadith është hadith i madh. Dëgjoni edhe këtë fjalë të Imam el-Qurtubiu rahmetullahi alayh. Thot ky është hadith i madh, i cili hadith na mëson neve që mos të gjykohet me të metën dhe gabimin e kujt do qoftë prej njerëzve, të cilët shfaqin prej veprave të jashtme, prej bindjes apo gjunahit. Pra ky hadith, Allahu shikon zemrat e juve, thot Imam Qurtubiu, ky hadith neve na ndal me gjykue për përfundimin e njerëzve. Kush do koftaj? Për çfarë arsye? Sepse na s'kena mundësi me këshir hakikatin e tij. Na shoh na trupin e tij, na shoh na dorën e tij, shohim gjuhën e tij, shohim të jashtmen e tij. Hakikatin s'ja shohim. Thot, pavarësisht a nxjerr ky
vepra të mira, atë këqija, na prap nuk e shohim hakikatin e tij. Thot Imam Al-Qurtubiu, "Fala'alla man yuhafidhu 'ala al-a'mal adh-dhahirati ya'lamu Allahu min qalbihi wasfan madhmuman la tasihhu ma'ahu tilka al-a'mal." Dëgjoni kjo shumë fjali e menduar dhe e studiuar shumë në komentin e hadithit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot Imam Qurtubiu, ndoshta shumë prej njerëzve të cilët bëjnë vepra të jashtme, a ne do të vim dallimi mes veprave të zemrës edhe veprave të jashtme. Shumë prej njerëzve të cilët kujdesen për veprat e jashtme, Allahu e di se në zemrën e ati ka prej cilësive të liga me të cilat cilësi nuk i pranohen këto veprat e jashtme. Argument, hadith tjetër Sahih Muslim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, kushdo men kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, ka thënë alayhi salatu wassalam, kushdo që në zemrën e vet e ka sa kokra më e vogël e mendjemallësisë në zemër, sin xhenet. Tash kokra më e vogël, ajo vetë e vogël a kokra, nëse i shkon jashtë, i zhdasht me siklet me e pa, me e gjuj që të një kokër në gjami, së në shë piqa që në qosh, së në qe, në qoshin tjetër, se e vogël. Pa dhe më në kjo kokër, kur është në zemër, pra mundësia për me ba është zero, së në shë kur. Mirë, që ka thale i salatu selam, bani u gjinë kjo kibër, ka që i vogël në zemër, s'pranë Allah u vepra, s'pranë Allah u gjelë vepra, Allah u në rujt. Thot Imam El-Qurtubiu, thot, e ndoshta ata të cilët i kemi parë të mangët apo me gjunahe, Allahu din prej tëre cilësi të lavdruara, cilësi të cilat meritojnë lëvdat. Allahu ja fal atyre gjunahet sebebi atyre cilësive. Sikur që përmenendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Sahih Buhari, Sahih Muslim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar për një grua e përdal, pra lavire, e cila nuk ka ditë çka me bë për me ia fal Zoti, e ka marr këpucën e vet, i ka dhënë ujë në qenit të uritur, të etur, edhe Allahu ja ka fal. Pse Allahu ka ditë diçka në zemrën e saj që e ka fal. Apo ndërkohë që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka treguar për njerëz të cilët vinë me namaz dhe agjërim dhe zeqat dhe vepra sa kodra, ja urxojnë disa vepra tjera këto vepra. Sikur që ka transmetuar Imam Ibn al-Jauzi nga Sa'id ibn Jubairi radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, i cili është taku me sahabe, Sa'id ibn Jubairi thot, do të del një njeri ditën e Kiametit, edhe do t'i jepet libri, edhe ky e di vetën namazli, agjërim, zeqat, haq, vetë prat mira, e i merë si gjenë, nuk i gjenë, ka të rezmujmë një Gjauzi në librin e ti, Bahru Dumua, nuk i gjenë veprat e veta, edhe thot, o Zot, ky libër nuk o i imi, ku a namazi jam, ku a gjërimi jam, ku jam punë të mirat mia. I thonë me laqët, Zoti jot nuk harron dhe nuk ban zullum, ky libri joto, ky është libri jot. E thot, po ku janë punë të mia? I thuhet atina, kanë shku punë të tua me gibetin që u ka bo njerëzve, kanë shku punë të tua me përgojimin që u ka bo njerëzve. Shko dhe zër, e që kjo, qka lidhët tash, me qka lidhët? Me zemrën, me zemrën. Ja se ki nuk o konë kontakt me Zotin Gjellë Gjellalu, ti shkon kontakt si kish hu kitë të vevra për shka? Për një lavgoje, që së ne kam bajt, për një ofendim që së ne kam bajt, për një diçka të kodë që së ne kam bajt. Thot për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjellë Gjellalu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Thot Imam Al-Qurtubiu, thot, vini re tani se fjalije dhe zë, veprat e jashtme janë shenja supozuse, nuk janë argumente të prera. Pro veprat e jashtme dhe zër janë supozuse, janë shembull, namazi o nishan, zeqati o nishan, mjekra o nishan, apo ama në zemër çka ka nuk e dim. E ajo çka prejet te Zotja
zemra. A mu që paramduhet, dashna, krejt çka dina për vetën ton janë punë të jashtme. Allahu xhelel xhelal thot prit, sakcia e këtë në punë që ai ke bëu 70 vjet, varet pi çesajna, pi zemrës. Prit njerë takshimi zemrës çfarë e kije. O kuptuar zot? Thot Imam el-Qurtubiu, veprat janë vetë nishane, si janë argumente për era, si janë argumente të prera. Thot, andaj, ky hadith në mëson neve që mos ta teprojmë në madhrimin e ati i cili shfaq vepra të mira dhe mos ta nënçmojmë as një musliman nga i cili shohim gjunahe. Pra mos me e tepru dikush që ki gjenet livet, sepse të diki pa pi jashtë, të s'u di që ka në zemraj. Dhe mos me nënçmu një musliman i cili të kipati ta i gjunahe, po të që ke pa zemrën, nuk e ke pa zemrën. Thot Imam el-Qurtubiu, bel tuhtaqaru wa tudhammu tilka al-hala as-sayyi'a. Thot po, gjunahin janë nënçmojna, të keqen janë nënçmojna, edhe halin të cilin karak janë nënçmojna. La tilka dhat al-musi'a, ama jo njerin që ka po gjunaj. Dikush thot, e ba atar t'ja u bojmë rrafsh njerëzve, jo, gjunaj jetë gjunaj, mëkat jetë mëkat, e keqe jetë e keqe. Ama insani, ku e ka venin, nuk e din. Është Allahu xhelal i cili i gjikon njerëzit, sepse vini rek se bune. Ti kur do me e gjiku dikan, çka duhet? Faktët. A duhen faktët? Po, mirë, shupozojnë këtë dunja. E kena zoni kriminal, apo e është zoni kriminal në gjikat qeriatike, apo edhe kësaj dunjaje. Faktët dhe provat për këtë kriminal janë me një arka me kod, me qelës. Këtë faktët janë mrena, me letra, me njëzime, me krejt, që kjo kriminal o zullum qare kështu më ratë. Qka mujna me bona? Qa mujna me bo? Na du qelësi me qelë arkën. A na du qelësi me thonë, i kemi do prova mrena, po janë mrena. Para me ndo, ti mi dit sak që provat janë ark, prapë su në gjikon. Pse? Se njërës tojnë, po na ku e dim që ka të arka. Ti po dhu që janë faktët, po na nuk e dim. Qele arkën, hekit provat, dëshmoje që jo kriminel. Po para me ndo vëzër nëse qelësi së me gjenë kur. E qelësi i arkës së mbyllur të njeriut është zemra. A qelët së qelët. Qish me të gjikue? E mshelto. A e mshelto? Ti thu krejt mrena i ka me fakte po dhe po qele. Së qelët. Pse Allah e ka po qështu dhe zër? Që njerëzit mirën veç me Allah, unë mos mirën njëri me tjetëri. Që njeriu ti përvishet vetëm veprës vetë, e jo dikuj tjetër. Apo? Andaj për shembull zër, shikoni, dietarët e muslimanëve kur i lavdrojnë disa prej dietarëve të muslimanëve, për shembull Imam Dhahabiu, kur i lavdron dietarët dhe hoxhallarët dhe imamat të muslimanëve, për shembull, njëra prej cilësive që i vjen në jetëshkrimet e tyre, çka thot? Thot dietar i mirë, hoxh i mirë, angazhohej me vetveten. Pra kon cilësi e lartë kjo, angazhohej me vetveten. Sot vëzër për shembull, me na shkruajt neve për shembull për shkrimin dikush. Ka vdek filani, ai t'ia shkruajnë një biografi. Një jetë shkrim. Qa më në mishkrujt? Allah e më shiroft u mirke me dunjajun. Allah e fal të u mirke me kanë u mirke me gjunate që e tërkujna. Pra, zakonisht ati ku e këshmi prit që, por qemull, u katut për gjunave të veta, i dash me shkrujt, u katut për gjunave njërzve të mahalës. Por qemull, na zakonisht kër e prit në kiametin, qka thojna? Tu li far gjuna qari në asilët këni pari. Pro jo ti, aj, e kështu dhe zë nuk shpëtohet të Allahu Gjellë Gjellë. Kështu nuk shpëtohet të Allahu të bareke vë tjala. Thot Imam el-Qurtubiu, fe të debber hadha. Thot, meditoje mirë këtë hadith. Meditoje mirë këtë hadith të pejgamberit zamë. Cilë në hadith dhe zër? Allahu nuk i shikon siretet e juve e as parët e juve. Po Allahu i shikon zemrat e juve dhe i shikon veprat e juve. Allahu i përmisov zemrat tona edhe veprat tona. Këtu o shikimi Allahu. Këtu është shikimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Imam el-Qurtubiu, fa innehu nadharun daqiqun. Thot sepse me meditu këtë hadith duhet shikim impraht. Me meditu këtë hadith duhet studim i mirëfillt, duhet pamje hol, se në shetë rash, se holo, shumë e holo.
wa billahi at-tawfiq, thot veç Allahu i jep të mira dhe sukses në realizimin e kësaj. Kjo është rëndësia që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbi çështjen e zemrave dhe rëndësisë së zemrave. Pa, shikimi të pamurit e Allahut është në zemrën e njeriu. Na keti kemi rregulluar vëzë. Shikoj njëri, a keni pa njëri del cullak? S'del. Pse s'del? Marrë thot për njerëzve. Pse s'del vëzë njëri cullak? Apo pse nuk del për shembull çish do koft? Pse munohet për shembull me rujt gjendjen e vet, hallën e vet, dukjen e vet? Për çfarë arsye vëzë? Se marrë dhe mos të mshojë njerëzit. Për shkak fshehet nevojtore, për nevojat e veta fiziologjike, se turp për njerëz apo. A mund të paramuze prej cilësive të liga, prej prishjeve të zemrës, Allahu i shef në zemrat tona. Kur ti mendon lig për dikan, keq për dikan, sharr për dikan, kurth për dikan, Allahu e shef. Çfarë shikimi është i Allahu xhelalu ala, dhe pastaj njerëzit presin që Allahu mi drejtu, mi udhëzu, mi rregullu, mi u dhon rrezik, mi u dhon qetësi. Asnjëherë. A dini pse o vëllezër? Sepse Allahu e trajton robin çish e ka zemrën. Çish e ka zemrën? E ka zemrën e prish, kam ju prish jeta. E ka zemrën e mirë, kam ju ndreq jeta. Kjo vëllezër është ajo që ne kam përmendur dietarët në komentin e këtij hadithi. Tani vëllezër i kthehemi kuptimeve të zemrës. Tham kuptimi i parë vëllezër është ky organi të cilin ne kemi në zemrat tona, i cili është në trajtën e njohur të zemrës, me cila sot është edhe më e njohur për shkak të fotografive dhe incizimeve të shumta që janë bë zemrës. Dhe e dyta vëllezër, kuptimi i dytë që ne sinojmë në çështjen e zemrës, cila është një kuptim edhe pjesë, edhe organ, edhe shqis apo ndjesi apo instinkt, i cili është i vendosur në zemër. Është e hollë. Nuk e dim kur rri. E ka krijuar Allahu xhelel xhelaluhu dhe e ka vendosur në zemër. Aty sillet gjithçka. Aty sillet diçka prej mendimeve, të mirave, të këqijave, dëshirave, urrëtitjeve, kënaqësive, gëzim, gjithçka. Sikur që tham, njerëzit kur dojnë me cilësut i kanë, i thonë zemër mirë. Kur dojnë me e cilësut i kanë bërë keq, thonë zemër keq. Kur do me thanë që unë jam gëzu shumë, çka thot? Mu kënaq zemra. Kur thot jam mërzitshëm, çka thot? Mu ka mërzit zemra. Pra, gjithmonë cilësia vjen tek zemra. Tani vëzër, mesela që u ndalëm në gjeratën e kaluar, cila është se ku është perceptimi, ku është mendja. Nga se në shumë rej haditheve që kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe në shumë rej ajeteve që kanë ardhur nga Zoti jon te bareke ve teala, kanë ardhur se logjika vjen me termin zemër. Logjika, kuptimi, perceptimi vjen me emrin e zemrës. Thot Allahu xhelle xhelal në surën Qaf, ajeti 37, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Thot Allahu xhelle xhelalu, ki Kur'an e kujton, e kthjell, e këndell, e bën veti atë i cili ka zemër. Atë i cili ka zemër, pra ai i cili kupton, ai i cili kupton, ai i cili merr vesh. Kështu kanë ardhur në shumë prej ajeteve të Allahu xhelle xhelalu. Ajeteve që dëshmojnë për atë se të perceptuarit, logjika, kuptimi, arsyetimi, racio është në tru, po baza është në zemër. Dhe këto kombinohen njëra me tjetrën. Thot Allahu xhelle xhelalu, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur. Në surën Al-Hajj, ajeti 46, thot Allahu te bareke ve teala, në të vërtet nuk vërbohet, nuk çrrohet syni. Çka? Në të vërtet nuk vërbohet syri. Ka thënë, mirë po, ajo që vërbohet janë zemrat që janë vendosur në gjoks. Pra Allahu ja kur e përmend çështjen e kufrit dhe dalaletit e kështu me radhë, edhe përmend se kjo çish ka ardhur si rezultati të verbruarit, të mospamurit e kështu me radhë. E Allahu çfarë thot në Kur'an? Thot mirë po, në realitet nuk verbohet syni, se sa të verbër janë besimtarë, sa të verbër janë të dashurit Allahu xhelle xhelalu. Muezini Muhamedit alayhi salatu ka qenë i verbër. Muezini Muhamedit ka qenë i verbër.
është verbue Jakubi a.s. Po e prap jetë miki Allahu Gjellë Gjellalu. E sa njeri ka sy, nuk e shë Zotin e vetë të bareke vë tjala, e asë që mediton të aj, e asë që mirët me Zotin e vetë të bareke vë tjala. Andaj nuk ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, nuk verbohen syt, po verbohen trut, por ka thënë nuk verbohen syt, por verbohen zemrat. Verbohen zemrat. Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellalu thot në surën El Hajj: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. A nuk kanë ecë në për tokë njerëzit edhe të kishin pas zemra me logjiku me to, me mendu me to. A mendon zemra vëzër? Po, mendon zemra. E këtu vëzër është debati i gjanë, nuk du t'him nëse nuk na takon dhe nuk e kemi të kohën këtu, se ku është perceptimi, në trunë apo në zemër. Pastaj do të citojmë diçka nga Sheikhul Islam Uthaymeen, i cili ka marrë një qëndrim dhe një pozicion mesatar në mes asaj se zemra dhe truni ka një lloj bashkëpunimi ndërmjet vetes, sikur që ka arteria me zemrën. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerr Imam Buhariu, ku thot alayhi salatu wassalam: ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, vërtet në trup është një cop. Kur ndreqet kjo cop, ky trupi ndreqet. Kur prishet kjo cop, ky trupi prishet. Ajo është zemra. Ajo është zemra. Thot Ibn Hajar al-Asqalani në komentin e këtij hadithi, thot, argumentohet me këtë hadith se mendja e njeriu të është në zemër. Në Fathul Bari, në komentin e këtij hadithi, thot, argumentohet, pra është argument këtij hadith se çka ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, është një copë e cila në fund ka thënë zemra. Por çfarë më rëndësi, kur ndreqet ajo, ndreqet ky trupi. Kur prishet ajo, prishet ky trupi. E realisht edhe kush e kontrollon njeriu, perceptimin e tij, mendja e tij. Nëse ja merr mendën, s'ka më kur gjë. E mirë, që kjo mendja ku është? Në shumë prej ajeteve është në zemër dhe shumë prej haditheve, sikur që i përmendëm. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka bërë me isharet se kjo është në zemër. Gjithashtu hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, hadith që ka thënë Imam Muslimi, ka thënë: la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhu al-muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa ha huna. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos keni zili njëri tjetrin, mos u shtini me njëri tjetrin, mos u urreni me njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos të hyje dikush në tregtinë e tjetrit. Ka hyrë dikush me bë shitblerje, ky shkon në çat shitblerje ndërhyn. Ka thënë alayhi salatu wassalam, bëhuni rob të Allahut vëllezër, bëhuni rob të Allahut vëllezër. Muslimani është vëllai i muslimanit. El muslimu akhul muslimi, muslimani është vëllai i muslimanit. Si ban zullum atij, as nuk e tradhton, as nuk e nënçmon. Dhe në fund që ka thënë vëllezër, kitë që kjo, qka e ban, që kjo, për me funksionu kitë që kjo, mos u urrejni, mos e këthani shpirin, mos kini zili njëri tjetrin, mos u përzini në tregtin e huj. Muslimani vëllai muslimani, si ban zullum, se tradhton, se nënçmon. Që kjo, qka një pjesë që prishet edhe mos funksionon kur gjo, në fund e ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ka thënë me gishtin e tij, et taqwa ha huna, takvallahu kjo qëtu, në zemër. Takvallahu është qëtu. Andaj nuk është me atë që ka percepton ti me mendjen tënde, po është ajo që ka percepton me zemrën tënde. Thotë Sheikhul Islam Uthaymeen rahimahullahu taala në përmbledhjen e fetvave të tij në vëllimin e 9, thotë kështu. Thotë, është thënë në studime se mendja e njeriu është në tru. Sigur që sot e njeh mjekësia, edhe njohin, domthonë shumica e zbulimeve se mendja e njeriu është në tru. Thot, sikur që thojnë shumë prej mjekve. E kështë vëzër, para 800 viteve Sheikhul Islam Uthaymeen ka bërë studimet të cilat sot njerëzit
hajnë e pinë me për shembull me disa prej fletushkave që i kanë bërë magjistraturë, doktoraturë, ki ka dhënë kështu si mos më dhon kur gjë. Thotë Sheikhul Islam Taymija. Kjo është transmetuar edhe nga Imam Ahmedi, se ka thënë mendja në tru. Pastaj ka thënë, dhe disa prej xhallarëve të Hambelive kanë thënë se baza e mendjes është në zemër. E kur të plotësohet, kalon në tru. Pastaj ka thënë kështu: "Wa at-tahqiqu an ar-ruha allati hiya an-nafsu laha ta'alluqun bi hadha wa hadha." Dëgjoni se kjo është shumë e rëndësishme tash ku mendja. Thotë Sheikhul Islam Taymija. E vërteta në këtë çështje është kështu, se shpirti i njeriu, nefsi i njeriu ka lidhje edhe me mendjen, tru, edhe me zemrën. Kanë lidhje njëra me tjetër. Pra, shpirti i njeriu, i cili është hakikati i njeriu, ka lidhje edhe në zemër, edhe në tru. Thotë: وما يتصف به من العقل به يتعلق بهذا وهذا لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب. Bini reç çfarë thotë. Dhe kjo është mesatarja. Ka thënë, fillimi i të menduarit, fillimi i shikimeve fillon në mendje trum. Fillimi i shikimeve të mendjes fillon në trum, e cila është në pjesën e kafkës të njeriu, në pjesën e lartë të njeriu. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë ndërsa fillimi i dëshirës së njeriu të zemër. Asa ka në mes dëshirës dhe idejes së njeriu nga tangat janë. Andaj për shembull ti njeriu, vëzë për shembull. Njeriu i çmendur. A di me li për shembull, me thënë kur ti çosh ujë, nuk e duket ujë. Nuk e duket ujë. A për shembull më ja çuni lloj ushqimi, me thënë se duket lloj ushqimi. E du një tjetër, me këtë cilësi, me këtë përshkrim, me këtë shije. A di me thënë që ashtu i çmenduri, i çmendinës, i bardovcës. A di? Jo. Pse nuk di me thonë nuk e duket? Se ka probleme me mendjen. Problemet me mendjen i ndërhyjnë dëshirë, s'di me dashur. Andaj do të Sheikhul Islam Taymija, mendja me zemrën janë ngat. Kjo e paramendon, kjo e do. Kjo e paramendon, kjo e do. Edhe këtu fillojnë edhe bashkëpunojnë. Shikoj se kjo është studimi i Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala. Thot: "Wal aqlu yuradu bil ilm wa yuradu bil amal." Thot: me mendje herë synohet dia, e herë synohet puna. Sikur që ti i thu dikujna për shembull për studim, mësoje që ta, i thu kur se ka mësuar për shembull nxënësi, i thu: "A ki mend? Çish se ke mësuar?" Mirë, kur dikush punon punë jo dur, çka i thëna? As ki mena? Por edhe punën e synon edhe ilmin. Thot Sheikhul Islam Taymija: "Fal ilmu wal amalu al ikhtiyari asluhu al irada." Ndërsa thot, edhe ilmi, edhe dia, edhe puna që e bën njeriu me vullnet të lirë, bazën e ka në zemër. Ama për me pas zemra dëshirë, duhet me perceptu truni. Thot Sheikhul Islam Taymija: "Wa aslu al iradati fi al qalb wal muridu la yakunu muridan illa ba'da tasawwur al murad." Thot, mirë po, s'ka dikush që do diçka, ai s'munët me e dash një diçka derisa të ketë paramenduar. Thot: "Fala budda an yakuna al-qalbu mutasawwiran fayakunu minhu hadha wa hadha." Thot, patjetër e ka zemra me e perceptua çka e dëshiron, andaj thot kjo ka lidhje edhe me zemrën edhe me trunin. Po njëri vëzër, kur thot bjema një gotë ujë, këtu ka ndërhyr dy funksione. Truni i cili ka paramendu gotën me ujë, apo e cila vjen prej këtij burime kështu me radhë. Për me e dasht, me e pi, duhet mu bashku edhe truri, edhe zemra. Andaj këto vëzër që kanë thënë dietarët, latife, gjërat holla janë. Ku janë këto vëzër? Janë edhe në zemër, edhe në tru. Andaj e rëndësishme cila vëzër këtu është se njeriu është edhe me trurin e vet, edhe me zemrën e vet. Është edhe me trurin e vet, edhe me zemrën e vet. Gjithashtu vëzë kam përmendur shumë për fjalëve të dietarëve të muslimanëve, të cilat argumentojnë se njeriu
domthon funksionon edhe me zemrën e vet, edhe me trurin e vet, ndërsa neve çka na intereson vetë për kësajna, neve na intereson për kësajna që kjo pjesa e cila është vendi i dëshirave tona. Çka jemi të dash na? Çka jemi të synu na? Si funksionojmë na? A jemi drejtu ka Zoti? A jemi në rregull me Zotin? A jemi me devotshmëri? Ç'kjo pjesa e cila herë funksionon me tru, herë funksionon me zemër dhe kanë bashkëpunim njëra me tjetrën dhe i bashkërendisin punët për me funksionue çështja e njeriu. Gjithashtu vëllezër, në vlerën e zemrës kanë ardhur shumë prej fjalëve të dietarëve. Baza e kësaj vëllezër është edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë alaihi salatu wassalam, vërtet në trupin e njeriu është një pjesë kur ajo rregullohet i tërë trupi, kur ajo prishet i tërë trupi, dhe ajo është zemra. Thot Ibn Rajab al-Hanbali, dietari i madh, nxënësi Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot në shpjegimin e këtij hadithi. Vini re vëllezër. Thot, në këtë hadith pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se devotshmëria e të gjitha lëvizjeve, rregullësia e të gjitha lëvizjeve të robit, të cilët bëhen me gjymtyrët e tij, me pjesët e tij, ku ai herë bën mirë, e herë bën keq, thot të gjitha varen nga lëvizja e zemrës. Por këtë trupi jot çka lëviz dhe kado që lëviz edhe kado që drejtohet piktu nis. Apo, dhe ju kemi përmendu vëzër, shpesh e kemi thonë për ta perceptuar. Sot i kemi këto telefonat, keni pa krejt tastatur, ajo pjesa e shkronjave ku ti punon me to, dhe ti e shtyp këtu A, B, del përpara në kompjuter A, B. Ajo çka ti e shef ajen aty, nuk është kjo tastatura jote, kjo tabela jote ku ti shkruan, por është sistemi i cili e njeh këtë pull për A. Nëse e merr një tastatur edhe i ndron ato pullat, ku është A-ja e vënon B-ën, apo ku është A-ja në sistem ti e vënon B, edhe i rrotullon krejt. Por shembull, nuk e di ajo ka shku me jam, por shembull, për manipulim, e merr tastaturën dhe i ndron këtë shkronjave. Ti i vënon gishta që je mësue, ti e lip A-jen, ajo e nxjerr B, e lip C-jen, ajo e nxjerr D. Pse? Se ajo pulla funksionon me sistem, ndërkohë që ti të është ngatru pulla. Apo, mirë vëzër, çka lëviz realisht është sistemi i kompjuterit. Te na, kush është sistemi o vëzër? Është zemra. Zemra kur do me nxjerr devotshmëri, nxjerr devotshmëri. Kur do me nxjerr manipulim, nxjerr manipulim. E kështu me radhë. Andaj trupi është vetëm një simptom. Këtë ajo çka funksionon është brenda njeriu. Thot Ibn Rajab al-Hanbali, thot Allahu mëshiroj. Thot, nëse zemra e njeriu është e shëndosh, në të cilën nuk ka pos dashurin ndaj Allahut, dashurin ndaj asaj që e don Allahu xhelel xhelalu, frikë prej Allahut, frikë që mos të bjen në atë që e urren Allahu xhelel xhelalu, të gjitha veprat e njeriu të rregullohen. Po vëzhgoj njeriu kur i rregullohen punët e jashtme, kur ai pimrena s'do me i dhnu Zotin. Për shembull, na nuk e kemi pa ndonjëherë që balli jot të ka thonë ti, bjerë sejzhe se farzë. Jo, zemra jote i ka thonë ballit bjerë sejzhe se duesh me ra. A ki po të njëherë dora të thonë ti e ullu, ose berë ruku. Jo, po që ka ndodhë? Ka ndodhë se zemra jote i ka thonë dorës bjerë ruku. Pra ai që ka është kryesori është zemra. Thot në vazhdim, thot, mu për këtë arsye, të gjitha veprat e njeriu të devotshme, prej bërjes së adhurimeve dhe lënjes së harameve dhe largimit nga të dyshimtat, nga vjen nga pastërtia e zemrës. Nga pastërtia e zemrës. Thot, e nëse zemra është e prishur, e shregullume, runa Zot, thot, atëherë mbizotron mbi ta epshi. E merr kontrollin epshi. Atëherë e kërkon dhe e do atë çka Allahu se do. Andaj vëzër, tash do të vim na edhe te kjo lufta mes dëshirës së zemrës dhe ajo çka ti e di me trum, me mene. Për shembull vëzër, ti e din se një ujë haram, rakia për shembull. E din se një vajzë haram.
Haram e din ti me menje, mu qu qile tokë të shënë bin dikush rakia, halal. Me u qu qile tokë shënë bin dikush se që kjo femra që ka i të këshin ludhe, o halal, për tyje. Qka ndodhë dhe zë? Luft e ashpër me zemrës e cila të ngon edhe trurit tani cili thot harama. Pse nuk mundet zemra me zemra, mu ka 100% e shnosh, i nështron këtë gjymë të thot, ullu, më shkëshyr, ose më se prek, sepse ka takat. Fakti që ti së në banë sabër, se ka kontrol dhe dikush qëtër. Por shemë, prap, po këthemi të gjojë tastatura. Ti e prek ajën, vjena qetri e fshin. Apo, janë dy veta, një anë e trus, një fjali. Aje vjen e man aty e hekejt. E që kjo luftë dhe që ka ndodhë me njerin? Her i thot zemra haram, ve nefsi thot këshyre. Zemra së në banë sabër, nefsi ndërhyn, shejtani ndërhyn. Këto është luftë e ashpër vëzër. Kjo bëhet që kjo luftë për dit me njerin. Për dit aje ka që këtë luftë. A ka nevoj dhe zë njëzë për dit mi u thanë që kjo haram, që kjo haram? A ka nevoj njëzë për dit mi u thanë namazi është farza? Jo. E pësina e gjejmë Kur'an se Allah unë a thotë për dit mi u kalzu njëzve? Se zemrat i kanë dopta. Për dit mi u kalzu, për dit se ajo që nuk e di, por zemra s'ka takat. Zemra nuk ka takat. Andaj rregullimi zemrës është baza e rregullimit të gjithë shkaje. Thot Ibn Rajab el Hanbali, andaj kur zemra është e prishur, vjen epçi dhe ja merr kontrollin. Kur t'ja merr kontrollin, ki i kërkon gjëra që Allahu nuk i do. Andaj i prishën të gjitha gjymtyrët. Shlohet në gjunahe, shlohet në vepra të liga, varësisht sa zemra i bindet epshit. Kjo vëzër është çështja e zemrës. Gjithashtu vëzër ka ardhur nga Salman al-Farisiu radiallahu an, se ka thonë si cili njeri e ka një gjawani edhe bërrani, një të jashtme edhe një të brendshme. Ka thonë Salman al-Farisiu radiallahu an, kush e ndrejsh të brendshmën, Allahu ja ndrejsh të jashtmen. E kush e prish të brendshmën, Allahu ja prish të jashtmen. Vëzër, këtë çështja është që shjeti pi mrena. E pi jashtë Allahu xhelel xhelalu e lën që ti më reflektu që shje mrena. Kjo shumë rëndësi o vëzër. Kjo shumë rëndësi që ta kuptojmë në këtë mesele. Gjithashtu vëzër, dietarët e muslimanëve kanë sjellë shumë prej shembujve, por shembull e kanë marrë shembullin e pemës, e cila realisht gjethin, çka e kanë nxjerrë vëzër gjethin. Baza e gjethit lartë, ndeg 5 metra, 10 metra e pemës, baza ku, qka e kanë nxjerrë gjethin? Raja e ujitur, fara e ujitur e ka qu lartë. Apo, për me e këput që këtë gjeth, kur mos murit tërma, qka duhet? A duhet të në me shku me e kapa gjethin atje në aldjo? Këtu e këputi, edhe atje, ajo krejt bjebo. Kur thahet gjethi, që ka dhanë plot prej dietarët muslimane, kur thahet gjethi, let thyhet. Kur thyhet let nuk vinë më pës për zarmë. A ki pa gjethi kur oj njom, oj lith për druni, për dege. Edhe kur do ti me ngreja nuk toleron shumë. Po du shumë me ngrej, me shardësh me prej. E kur është i tham, e ka hup kontaktin me bazën. Pra sikur njeri kur e hup kontaktin me zemrën e vetë, çka ndodhë dhe zër, aj gjethi kur thahet, pak me shty, frima, bje, pak me prejk, bje. Mirë, kur bjerën tokë bëhet bërlog. E bërlogi për çka vinë dhe zër? Për zjarë. A e kuptojmë në pse Allah i fut njëzën zjarë? Qa të zvinë për kur gjëjqë? S'ka kontakt asë një loj, kontakti s'kan me burimin e jetës, me Kur'anin, me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A dhe vëzër, këtë çështje është çështje zemre. Thot Hasan el-Basriu rahimahullahu ta'ala, thot: dawi qalbak fa inna hajat Allahi ila ibadihi salahu qulubihim. Thot Hasan el-Basriu, thot shnoshe zemrën tane, shëroje, mjekoje zemrën tane, sepse Allahu nga robrit e vet kërkon me i përmirësu zemrat. A mu që para mu dhe zër, për shembull, Allahu Gjellë Gjellalu i ka lip 2 reqat sabah. 2 reqat, pra nëse e qujmë lëvizje trupit, 2 reqat sabah. 2 reqat, mërë të këbire, Allahu Ekber, falë sa 2 reqat, lëviz trupin.
Sa të ka li vëllezër? Por nëse sikur që lexojmë plot pitana, Allahu na fal, me sure shkurtra. Inna a'tainaka al-kawthar, qul huwallahu ahad. Sa minuta vëllezër? 3-4 minuta. Hajde po shkojmë në devotshmërinë më të lartë. Me surën Al-Baqara e lexon dy rekatet e sabahit. Kam ia marr 40-50 në orë. Pjesa tjera vëllezër? Pjesa tjera, çka do të më lëviz njeriu? Zemrën e vet. Andaj do dhimbë atje madhe, Ibn Qayyim el-Juzeyri thotë: Allahu nuk e ndal kërkesën e zemrës së robit që të lidhet me ta, nëse gjymtyrët nalën. Ti e fal namazin e del jashtë. A e le imamin xhamia e merr me veti? E merr me veti. Çka ki bor me veti? Zemrën. Ti imanin e ki në zemrën. Andaj kërkesa e Allahut për mi lëviz durtë është shumë pak. Kërkesa e Allahut për mi lëviz zemrat është shumë e madhe. O shumë e madhe. Krejt që kërku Allahu thotë Hasan al-Basriu pi robëve është që ata ti rregullojnë zemrat e veta. Thot në komentin e kësaj fjalie të Hasan al-Basriut, thot Ibn Rajab al-Hanbali, thot, pra kishte për qëllim Hasan al-Basriu se tërë synimi i Allahut është që robërit i rregullojnë zemrat e tyre, sepse nëse nuk rregullohet zemra, nuk zë vend njohja e Zotit. Nëse nuk e rregullon zemrën, andaj keni pa plot me njerëz vëllezër. Ti ja u lexon Kur'anin, ja u lexon hadithin, fjalë dietare, fjalë të imamave, shpjegime, argumente, sikur që ka thënë Imam Ebu Jusuf al-Qadi, hoxha i madh i muslimanëve të Hanefive, nxënësi më i vishëm i Ebu Hanifës rahimahullahu teala. Çka ka thënë vëllezër? Ka thënë ignorantin padishmin, nuk ka rënë me ngrit argumentin. Sikur që ai keni pa disa njerëz që zakonisht së mbindi hoxha. Po janë Ebu Jusufi kur i kanë thonë kështu, ka thonë nuk o kështu. Ka thonë nuk o ran me e bind, me ja kallëzu argumentin të padishmit. A rana me pranuaj. Jo më po ta lexoj ti kitë Kur'anin, po nuk ka problemin të Kur'anit, ti s'me pranon. Unë po të kallëzoj fakte sa të dush, po të kallëzoj argumente sa të dush. Sot e fakti. Dikush mendon se kur thoje së mbindi dhe me i dopt ke fakti, i dopt je ti që së ne pranon, jo fakti. A dopt janë konë Arabët a Kur'ani a konë i dopt që së një ka bind. Dopt ata që s'po mundë me e bind. Apo, e mirë, kur o zemra e dopt o dhe zër, s'pranon. Për shemë o dhe zër, shumë për e njerëz o dhe zër, e shati për shemë, qëka të dush spjegoju? Nuk bindet. Qëkon menja ka njerë thu, zdita mja kalëgju, e kështë më ra. Jo, musullot shumë. Sot e pranu. O, më djelin si me zdit. Allahu ja fejnë e vete ka po, si djelin me zdit. Vallaj, mës më kanë feja e Allahut, Gjelle Gjelalu, Islami, e qartë, si djelin me zdit, Zotis është ti njerën gjenem. Qa që qartë është Kur'ani, as që i rjedhë shemo Kur'ani, as që i leto Islami, mës më kanë qështu, po nuk ishtim Allah në gjenem, gjithat gjenem e ka ka dhe Allah në rujpitina. Pse ka ka kita gjenem? Se njeri veç me krye lartësin e vetë zdo më pranuar. E dhe zë në ka njerë mashtromi dhe na Allah, s'ja kena shpjegu mirë, po me qa mi a shpjegu këti Allah? Nuk me qipsu një ashtina në kryena. Na kena veç gjuhën me të kalzue. Wa ma ala rrasuli illa l'belag. Për nga meri se ka obligin pos me të kalzue. Alayhi salatu e selam. Andaj të atim në Rajab el-Hanbali, Hasan el-Basriu kishte për qëllim se Zoti dëshiran që njerëzit i rregullojnë zemrat e tyre. Pastaj kur të rregullohet zemra, zëven njohja e Zotit, zëven madhështia e tij, zëven dashnia ndaj tij, zëven frikë respekti prej tij, zëven tuta prej tij, zëven shpresat e ai, zëven mbështetjet e Zotit xhelel xhelalu, e kur të mbushet me këto me ana, mbushet me tauhid. Fjala e Ibn Rajab el-Hanbali. Pra ku është baza e tauhidit dhe imanit në zemër. Në do të vim, Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, sa njeri e ka zemrën e vet të lidht për dashnorën e vet, ai me tekbiru ka lidh ka Allah. Ama Allahu Akbar, me ndikote lejla, me ndikote dashnorja, me ndikote parët e veta, me ndikote kerri vet, apo madje Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah e ka përmenë se kjo ndodhe me gryën halal që ka e ki, gryën tane halal që e ke boni qa. Thot e ban gruja burrin e vet rob,
pi përjasht zotnia burri, në hakikat zotnia gruaja. Do ta përmendim nga fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymije, se ajo veç një herë ja shlondritat kishimot. S'ka takat, s'në duron. Pse? Sepse ajo e din që kjo i dop dhe ja ka marrë zemrën. Apo, sikur këtë lidhej me Allahun xhel xelalu, gratë të dunjës më apru, nuk lë. A morëm ngjarën e Jusufit alayhis salam. A ka ajo princesha që ja mbledhe këtë gratë e qytetit? Kot. Se zemra e tij ishte mbushur me Allahun xhel xelalu. Dhe kur kjo zemër të mbushet me Zotin, kur a mund të vëna vëzë? Ibn Qayyim kemë përmend në Ramazan. Allahu në mësot me emrin Ramazanin tjetër. E përmend Ramazan, kur e kanë pa Jusufin o vëzët, thika ndorë. Prej mahnijës që kanë pa, e kanë prej durët. Ibn Qayyim që ka tha, mu kanë që njerëzit lidhen me Allahin qështu. A shojnë më diqka? Jo. Andaj, ka arë një njëri të njërë për djetarët të muslimanët hershëm, dhe i ka thanë, o hoqë, së më po koncentronë në namaz. O lina së më po koncentronë në namaz. Së po muj me kanë i përqëndruar në namaz. Që i ka thonë? Shkurtimisht. Ka thonë pësa ke gjeti diçka më të mirë se Allah, ja? Në shka i të menutin më të mirë se Allah i gjele gjelele? Qka ka diçka më të madhe se Zoti, më i lartë se Zoti, më i bukur se Zoti, më begatue se Zoti, më bamirë se Zoti, që ti i të morë me këtë? Qka? Ose ki gjithë shka që ka në dunja ka të meta. Qka ka në dunja ka të meta? Ana nuk ja vlen më lidh pos me Allahun xhel xelalu, i cili është i patmeta. Thënë ana subhana rabbil azim, i madh është Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ajo që ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhur nga shumë prej dietarëve të muslimanëve, për shembull, ka thënë Sa'id ibn Yazid, Allahu mëshiron, ka thënë e kam dëgjuar Eba Husejmën duke thënë, ka thënë kështu: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال في الصلاة والصيام. كثان مدريتو كالله مزامر أش ما أريشمة ما لارجون سسا لفيزة تيبان من نماز ما أجرين. أبا كارت يتر نياري بريجتار كثان وهيب ابن الورد كثان mos tjetë njani pi juve i angazhuar dhe i shqetësuar me ba numër të madh punëve. Ka thënë, po le tjetë shqetësimi i ti, bërja e veprës në mënyrë të përsosur edhe më të mirën të mundshme. Po mos shirti mi shtu e numrat e veprave, po shirë një banë që shduhet. Ka thënë Uhejbi ibn al-Wir, ka thënë se, ka thënë sepse ti e gjenë një njeri e falë namazin, në mrena namazit i ban gjuna Allahit. Ti e gjenë një njeri falë namazin, namaz i ban gjuna Allahu gjelë gjelalu. Apo ti e gjenë namaz, ka si shkojnë men, zruna zot, ka si shkojnë men. A dhe zëtë, kja a drejtu ka Allah, ja ka drejtu e. Ka thonë, dhe ti e gjenë një njeri cili agjeron, dhe në agjerimin e ti i ban gjuna Allahu te bareke wa taala. Dhe në kësi fjallë vëzër ka thonë edhe shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radiallahu an, i cili ka thonë kështu, ka thonë, ja habbedha naumul akyasi wa iftaruhum, kejfe jaibune sahra l'humqa wa siyamahum, wa mithqalu dharratin min birri sahibi taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu arjahu min amthali l'gjibali min ibadati l'mughtarrin. Ka thonë, qëkosh ka thonë? Ka thonë, sa i miro gjumi i njerëzve të menqur dhe haja e tëre, mosagjërimi i tëre. Ka thonë, si ka mundësi dikush prej tëre me e përqesh ndetmen e natës të ahmakave dhe agjërimit të tëre. Pastaj ka thonë, një kokër e vogël e veprave të mira nga njeriu i cili i tutët Zotit dhe ka bindjen Allah xhelle xhelalu, është shumë më e madhe dhe më e vlefshme dhe më rënduese në peshore se sa veprat sa kodra të atyre njerëzve të cilët e pëlqejnë vetveten. Ka njeri ka plot vepra, ama ai edhe kur të kolle do me thonë që unë e bona një punë të mirë. Për shembull,
parashtrohet, për shembull pyetja kush e nimoi filanin ose kush e bën çka të punë. Demek unë jam ai. Ai edhe kur ta jep dorën, demek bujrën prake pak dorën e devotshmit. Po ki njëri edhe sa kodrat mi pas vepra, shkojnë të Allahu xhelal, pse se kia ka marrë mësish vetveten. Kjo problem o vëzër. Ai i cili ban vepra me zemër, takvallok me zemër, i tutët Rabbul Aleminit, e din se 500.000 vet me pas baj ibadet, së një del hakësh Allahut, hiq, që kjo adhurusi Allahu xhelal. Që kjo i tutët Allahu subhanahu wa ta'ala. A da vëzër shko, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjitha të veprat moja, a mune vëzër njani për ne me punu sa Muhammed e selam? Kitë bashkë në mumlet, kitë umeti me thanë, wallahi një dit Muhammed e selam zbajna. Një dit, asë një herë. Me gjitha të që ka thonë Muhammed e selam, kër e kanë thonë, ja Rasulallah, a edhe ti sun hinë gjenet me punë të tua, ka thonë asone. Me punë të tua, sun hinë asone. Ka thonë, po me qka hinë gjenet, ja Rasulallah, ka thonë me rahmetin e Zotit. E njani për neve ja mërmenja që i ka bo një ditret mira, një 4 pas statusin Facebook, një 4 sadakaja, një 5-6 vjetë ka njës me bo diqka. Nuk ma të dhe zë. Nuk ma zdi që ishmi thonë, o, veç pak ma poshtë. Jo, në shumë, veç pak. Jo, ne dim se ti kibri nuk të be bashkë për toke, po veç ma pak. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thotë sun hina në xhenet me punët tona. Ama ose kjo problemi i zemrës, nuk ka problemi i trupit. Po problemi është se zemra nuk e njeh Rabbul Aleminin. A di bet, o vëzër, kur merr vërshima, a ka mo dobi, njëri thot, "Shir marfarani e kam." Por u plas që edhe tok. Kur ka hip në kodër djali Nuhit, Allahu xhelal ka thon tokës, nxjerrë ujin, i ka thon qiellës, shloje ujin. Ai ka hip në kodër, sikur që hipin plot për njerëz. Apo, dhe që ka ndodhur vëzë? Ka thonë në hipin kodër dhe mrun. I ka thonë Nuhi a.s. La asim el jom min emrillah, kur kush më nuk shpëton sot prej çështës Allahu xhelel xhelalu. S'ka ma nije që i del karshi ujit Allahu xhelel xhelalu. A në vëzër, sa do që na kena vepra, sa e na vepra, pikujt, kush ta mundësoj mi bo ato? Allahu xhelel xhelalu. Krejt si vëzër të njohja e Zotit te bareke wa taala. Andaj krejt ajo të cilën njeriu ka mundësi me ja ofrua Allahu xhelel xhelalu, e cila është zemra e vet. O zemra e vet. Krejt punët e Allahu xhelel xhelalu nuk vlerësohen pa zemrën e vet. Gjithashtu vëzër, prej asaj që kanë ardhur nga dietarët e muslimanëve, është fjala e shumë të dietarëve të muslimanëve, është se tri gjërat që ka përmendur Allahu te bareke ve në Kur'an në surën El-Isra, cilat ishin zemra, shikimi dhe dëgjimi. Thot Allahu te bareke ve teala, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Thot Allahu xhelel xhelalu, vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra të gjitha do të mirën llogari. Dhe Sheikhul Islam ibn Taymiyah, tani do të kalojmë tani te temë më e rëndësishme se kjo. Sheikhul Islam ibn Taymiyah thot, shikimi dhe dëgjimi janë sikur postieri për atë çka i dërgohet letra. Pra shikimi dhe dëgjimi vëzër janë shumë të rëndësishëm, por këto janë vesile. Shikimi ja bje syretin zemrës e le. Thot si dush maje, si dush gjuje. Apo, sikur që ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauziyja, e shef njëri për njerëzve në shikim, një gruje në haram, një shpish ose e vetja, një muzik, e dëgjon, edhe i ngjitet në zemër si reti. Fle ajo përpara, kthejo djathtas, majtas ajo përpara. Çka do që të boje? Besejde ajo përpara. Ka thonë kjo shirku. Që kjo është shirku. Se ne shkull pastaj. Apo unë ti se shoh na ka mundësi e zona ata si e Abu Huraira. Ama na nuk e dim çka ka në zemrën ai. A e di njëri për neve çka ka në zemrën vëzë? A e di njëri për neve për çka vun? Apo andaj kur e pani njëri Sufjan el-Thauri tukajt. Nxënësat e vet e pon tukajt. Dhe ato nxënësat e vet demek menun që ki burri mirë po kanë. Sufjan el-Thauri çka tha? Na nuk e dim për çka tukajt ki. Ki ka mundësi kanë për dashnorën e vet. Unë na kujtojmë që për Allah tukajt. Ki ka mundësi ka fitu pare,
ka qëllu me kajt gjami që parë që ti ka morë, se ka një gjami, na kujto që ja du kajt për Allah, kaj për parët e veta. Qka tha Sufjan Thauri? Tha me kajt o 10 loje. 10 loje. Nja për Allah, nja për dunja. Që kjo për Allah, kur të vjene, për Allah, kur të vjene me kajt, me të ardhë një herë në vjetë, shumë. Shumë me ardhë një herë në vjetë. Se nuk është, ata shumë për të parët muslimat dhe zërë, çfarë kanë ba? Kër e kanë lavdru një djetar, një imam, që kanë thanë? E kemi pa të kajt namaz dreke, edhe e kemi pa të kajt namaz i kindije. Në zasët ka thanë, po që ka lidhje? A namaz dreke kanë, a namaz akshamit kanë? Ja, ka thonë ka lidhje. Pse? Ka thonë se namaz dreke kanë për Allah 100% imami. Se sa tu lexu me zanë. Kur të lexoje me zanë, atë e zbukuru zanin, aja të e vajtu zanin e vetë, jo për Allah. Andaj e ke pa njëri për shembull kur del imam, e ka tash situatën me e kallëzue. Andrej kësha me kallëzu? Pa zanë lexon. Nuk e dim çka do lexu. Kur të ka jenë drejk, s'ka pse kanë, pos për Allah. Kur të ka jenë aksham, kur të ka jenë sabah, kur të ka jenë yatsi, nuk e dim përse atu kajt. Nashta atu kajt, pse thot subhanallah, Zoti çfarë zanim ka dhënë. E ka begenis vetë vetën, e kështu me radhë. Shkëm se sa të me që më janë kanë partë e muslimanve. Ka thonë, e kemi pa të kajt në drejk. A keni pa ju dikan të kajt në drejk? Se keni pa. A keni pa të kajt në aksham? A keni pa sa imamin në Ramazan? Së ne vazhdoj ke fatihajën. Po pëse me vlonë drejk nuk në katrove. Ama që shtash mërë emocioni? Po jo, tash të ka ardhë me kajt vetë vetën tane. Ti e begenis, ti e ke pëlqi vetën. Mu kanë që kanë vetë. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nisi që kanë kuron dhomë vetë se djekë zarmi. Jo në kamera. A ki pa thot nale kamerën se u emocionova. Po ti vlo emocionoj kur ti esh vetë, mësë na kajnë kamerë tash. Se në kamerë dush me majtë vetën. Ama kur janë vetë dhe zërë, a qajnë? Në nuk i di. Lusë për Allah që Allah t'i regulon zemrat tona. Kjo dhe zërë që kanë ardhë në qështën e syrit edhe qështën e zemrave. Tani dhe zërë kemi kaptinën tjetër. Si regulohen zemrat? Dhe qka i prish zemrat? Nëse në musën Allah t'i përmejnë disa brejtëre, pasaj dhe t'i vazhdojmë me lejnë Allah të bareke vë tjala. Pra në këtë varkë të se kemi filluar me lejnë Allah të bareke vë tjala, të si do të flasim për punët e zemrës, për adhurimet e zemrës, për lëvizjet e zemrës, për rrotullimet e zemrës, pastaj për sëmundjet e zemrës, e kështu me radhë. Në qka synojmë, me qka kena me ndrejshna, si kena me rregullu në zemrat tona, cila është aj melhemi, ilaçi, mjekimi me të cilë na, kur t'ja japim, ajo rregullohet. Rregullimet e zemrës bëhen me shumë prej veprave. Ne do t'i marrim disa prej tyre tani në mënyrë të përgjithshme, pastaj do t'i detalizojmë me lein Allahu te bareke ve teala. Gjëja e parë që rregullon zemrën, cila është marrëmet. Gjëja e parë me të cilën rregullohet zemra, cila është të drejtuarit e sinqert, të drejtuarit besnik ka ana e Zotit te bareke ve teala, në mënyrë që zemra e robit nuk mbetet e lidhur edhe e varur pos për Zotin e vet, të adhuruarin e vet dhe krijuesin e vet. Pra gjëja e parë që duhet me bë, duhet me kthy zemrën ka Zoti. Shumë sinqerisht duhet me kthy zemrën ka Zoti. Qysh me kthy na zemrat është ne shohim me e prek, me thonë sigur kjo e preka, jo. Ne e shohim me simptome. Pra, vini retash. Ne s'e prekim zemrën, po e prekim këtë tabelën, tastaturën me rregullu zemrën. Për shembull, që ta perceptoj. Kur dojmë me e rregullu sistemin e procesorit, sistemin bazë në kompjuter, çush e prekim na? Çush e prekim ata që ndreqin nëpërmjet? Çush i jep shenja që, për shembull, formatoju tash. Domthon rigjeneroju. Me çka i jep shenja? Me tabelën. Me tabelën këtu, për shembull, një të shtypur, ajo shimët. Një të shtypur kallët. Një të shtypur e rinis pin fillim. Me një të shtypur krejt e kthan pin fillim. Apo e mirë dhe zot. Nëse na dojna me ndru tabelën, me çka kena me vizatu tabelën? Me tabelë. Me tabelë. Pra na e shohim veç tabelën, ama nëpërmjet tabelës Allahu na mundson me prek atje mrena. Tash njëri thot,
mirë, kthimi i zemrës ka Allah, çish ta diun që më ka kthy zemrën, s'e di ka u ka kthye. Do të shohim simptomat. Kur ti për shembull me sinin tan e shani haram, s'lakmon hiç, zemra ka kthy ka Allah më. Kur e shati sinin tan, s'u ne hek pini harami, ai sini jo veç tabel, veç simptom, zemra do ka prish. Apo kur ti s'u mban sabër para një gjëje të lakmuar, ti realisht ti ndresh këtu mrena në përmjet tabelës, ama mos e këshir sinin, thot, për shembull, ti sa dush laje sinin. Dhu për shembull, sot ki këshir haram, ka me të la. Jo, s'ki nevoj me la. Se s'ka këshir kjo, ka këshir kjo. Zemra ka këshir. Se kur zemra nuk lakmon, syri nuk këshir. Kur zemra nuk lakmon, syri nuk këshir. Andaj, kthimi i zemrës, i sinqer, ka ana Allahu subhanahu wa ta'ala, e bën zemrën dhe çfarë? Të gatshme për të pastruar dhe me rëmetu dhe me më kanë zemrë cila e donë Allahu te bareke wa ta'ala. Andaj në vëzër për shembull e gjejmë se të gjitha lidhjet, të gjitha veprat, të gjitha hallet, të gjitha marrëdhëniet, të gjitha gjërat të cilat i përkasin zemrës, ku e kanë vëzër venin? Në zemër. Piktu kanë buruar. Të gjitha hallet prej gëzimit dhe mërzis, hares dhe piklimit, ku e kanë venin? Në zemër. Në zemër, apo mirë, kur ti do m'ja përmirësu dikujt që ta, çish ja përmirëson? Që njëri është i piklum, do me e gëzue. Ti thu, valla ki kana piklu në zemër, unë s'u nja preki zemër, s'u nja heki piklimin. Jo, ja bjen një sen t'jashtëm, e cila është provë për me e largu piklimin, edhe ajo ja prek zemrën. Andaj gjithat gjërat lidhen me zemrën, por na nuk mund t'a prekim ata, i prekim gjërat e jashtme. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, thot gjithë një që zemra e shton dashninë ndaj Allahut, e shton adhurimin ndaj tij. Sa më shumë që njeri e do Zotin, edhe i ban adhurim atina. Thot, dhe çdo herë që e shton adhurimin, i shtohet dashnia. Kjo është vetëm sikur raporti me arteriet edhe zemrën. Nëse do dikush cila ka më rëndësi, a arteria, a zemra? Tu dhja që më rëndësi. E prishe zemrën, arteria çka me quhe, çka të pompoje. Po mirë, me prej njerë të arterien, çka i duhet zemra? Ana janë njëra me tjetër, kjo e limon këta dhe ajo e limon njëra tjetër. Thot që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, thot, wal qalbu faqirun bidhati ila Allahi min wajhayn. Thot, e zemra ka nevojë të qenësishme për Allahun nga dy anë. Ana e parë, thot, min jihatil ibada wa hiya al-illatu al-ghaiya. Zemra çish kthehet ka Allahu xhelel xhelalu. Shikoj vetë. Zemra është e varfër për Allahun qenësisht. Njeriu i varfër për Allahun qenësisht. Ne do të vim pak më anë, pastaj kur flasim për dashninë, për smundje kështu më radh. Po shemo vëzër, njeriu thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, kur lidhet për diçka tjetër jashtë Allahut, edhe së në merë, i dhem zemra. Kur e merë, i dhem zemra prapë. Shemull, njani do me bo një diçka kësaj dunjaje. Deri sa e ban, i dhem zemra. Ta baje, ta more. Mirë, kur e more, pse i dhem zemra? Mës ta hupe. Po shemull, merë, qka të dush për kësaj dunjaje? Qka të dush merë për kësaj dunjaje? Ti këshire njëre për shemë, ta baj një shpi. Në regull, e bane. E tash, pse je pak i prapi piklum, prapi mërzitëshëm? Thot, problem, thot, muj me hup. Si kam letrat. U kri, që e letrën, ku e ki me pronë. Thot, një smujem kara. Tash, ape kupton se gjdo situatë që ka ti ki me kaluë, që ka këton dhimta. Qish me dalë për dhimtave? Leke këto. Jep jazemën Allahu Gjellë Gjellalu. Aj zdes kur, aj s'ka fillim, aj ka kriju gjennetin, aj me dash t'jep shpija që ti s'munësh, ti nuk munësh me pas kapacitet intelektual me paramendu që çfarë munët më kanë ajo. Pro drejtoj Allahu Gjellora zemrën, sepse të gjitha halët që janë dunja, i shkaktojnë dhimë të zemrës. A keni pa dhe se s'ka njeri që punon për këtë dunja, vetë se i dhem zemra. Valla i dhem zemra.
e shetin shpi i mërzitshëm për punë, e shen punë i mërzitshëm për shpi, del në qajtore e koment të puna, del në punë i koment qajtore, del e koment të fëmija, rrim e fëmijën i kom. Kuje, qa jetu dash, qa po do? Nuk i di që po do. Dhim do kjo. E shen për shemull i prishët një diqka, shpirti e shlën, i grithët telefoni, shpirti e shlën, i vanohet roga, thot shkum, s'ka këtun, këtë ven kur gjo. Ka dalë se kur gjo. Wallahi me ta bërë rogën 10.000 frank ti prap, ki më ka një smut. Wallahi, na i shumë në njëzit. Wallahi 10.000 frank e ka. 10.000, 20.000 frank, 50.000 frank. A pa prap i smuto. Qisho i smuto dhe zër? Sa i materialin shka ka raport me to, ti e ki, për shembull rrogën 200 euro. S'ka thua ku janë 200 kus janë. Ama i nuk e ka qashtu. Se i ka 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. A ti nit prekme 10.000 frank, nit të fërkume 50.000 frank. Pra ati 50.000 heri dhe më zemra, ati ti hiq. Pse o vëzër? Sepse çështje zemre. O vëzër, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e ka eduku një gjenerat. Kur shkon me vizituat gjenerat, a keni shkon me dine? Allah na mësot me shkua të gjithve haqe dhe umra. Kur shosh me dine, o vëzër, e gjeni shumë një interesant mësa. Shumë njëzë kur shkojnë në përvendet moja, për shumë Turqi, në Europë, shkojnë. Kjo kalaja është ndrejt shtu kështu. Kjo pallatë është ndrejt shtu kështu. Apo kjo xhami e kështu me radhë. Apo ky, për shembull, kjo arkitekturë e kështu me radhë. Në rregull. Kush e ka ndrejt ta filani? Mirë. Shkon me dinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thu ku janë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Çe në Bakia. Ngjet me dinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sheh vorrë sa çasini. Vorrët e tyre vëzër as emra si kanë. Shkot aty. Ku janë Abu Bakri? Jo, jashtë Abu Bakrit. Ku janë sahabët tjerë që kanë emrin? Nuk e di. Vëzër, kita të vorë rrafsha, është pak të ngritur api tokë, një guri aty kur gjallë. Tash o vëzër, ku është prodhimi i sahabëve? Kur shkon në Stamboll e sheh prodhimin e turqëve. Kur shkosh në Paris e sheh prodhimin e francezëve. Shkon në Gjermani, ku a firmave vëlla Mercedes ta shoh se çe, në rregull. Mirë, ku prodhimi i sahabëve? Ku ti qosh njëzit me dine, që kanë prodhu be vë këto? Këto hotelet jo, këto si kanë bë sahabët, i kanë bë këtë tjerë. Që kanë bë sahabët? Sahabët dhe vëzër i kanë drejtu zemrat e njerëzve. I kanë këthi ka Allahu Gjellë Gjellalu. Kanë këthi ka Allahu të bare kjo e tëra. E kanë drejsh njerin o vëzër. Njerin. Asa i përket tullave, këta i banë dhe komunisti, këta i banë dhe si cëli. Ama zemrat së një ndrejsh pos, kush? Pos pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Nëse thot dikush dunja, që ka regullu Muhammed sallam? S'ka regullu e palate. E ka pas qatin o vëzër pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nëse e kom pak i gjatë e ke prek me dorë. Që si shpije ka jetu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam? Ka pas raste, që ngushtu konë Muhammed sallallahu aleyhi sallam, sa që 12 dit të plota, së shkallë, kushtimish, shporeti, s'kan pas shporet, po zarmi, 12 dit s'ka kallë kur gjatë. Sa thatë ka hangër alej salatu selam. Ka të shvetu ima muslimi se për nësam pi urijës e vëzër ka dalë jashtë. Ka shëtit për cikletit urijës ka pas ka me hangër vëzër. Dësa na ngopemi deri sa na besheqeri. Na ngopemi deri sa gjumin a zepit ngopmës. Aja alej salatu selam pi cikletit deri sa ka po Abu Bekrin ka thonë Abu Bekr, pse ki dalë jashtë? Ka thonë ja Rasulullah vallaj pi unësijës. Si që shka me ba, thash qëtitna. Pi cikletit madhë. Bisikletit madh, ngushtimit madh pejgamberit në dhomën e vet o vëzër, kur ka fal namaz ka ndodhur Aisha u shtisha unë të bëre sejë, se s'kish vend. Na kena vëzër sot vend shumë, po s'ponazet unoja prap. S'ponazet. Me një Medinë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të vogël, a din sa u kanë vëzër Medinë e pejgamberit sallallahu komplet? Hin, nëse se kanë Medinë, hin sot një top dikon. Sa o gjamia për nga mësam sot, qash kjo gjamia e zhvillume e gjan për nga mësam sallam, me zgjitën në Nebewi, qash u konë Medinja për nga mësam, që aty o vëzër i kam ledh një dunja alej salatu sallam, edhe i kazan. Sot na shpijat me katrorat, me metra katrorat mloja, veturat shpeta, apo me telefonat komunikativ, ma s'ponazet dunjaja vëzër. S'ponazet, nuk ponazet. Sepse zemrat i kemi ngushta. Se mi kthi ka Allahu, shikoj se kur kthesh ka Allahu në xhan.
Kur kthesh ka dunjaja, se ma zunë në parking mua. O Allah, u shive që kjo qilë sa e madhe. Jo, në dhëtë, që jam me qilë, me tokën jam. E vëzër, kur na i kemi kontaktet me tokën, s'na zë kur gjo. Kur të drejtohemi ka qila, gjithë shka na zë. Sepse atje mbi 7 palqije është xheneti Allahu xhelalu, Allahu na bëu banor të tina. A në vëzër, gjëja e parë me të cilën drejtohet zemra, cila është drejtimi i zemrës ka Allahu xhelalu ala. Thotë Sheikhul Islam Udemie, zemra fukara për Allahu xhelalu. Ndjan, ana e parë, thotë, nga ana e ibadetit, dhe kjo qëllimi. Zemra së rri pa i baj ibadet dikujna, së në rri pa e dash dikan. Për që marrë një njëri vëzë kështu, supozoj një njëri kështu, kur gjos dojke, kur gjos urrejke, kur gjos lipke, kur gjos folke. Me qka do të që i folqe, kur janë zërë 500.000 euro, si mi janë zërë 5 gurzi. Janë zërë, qka do shpi pasurijës, kur gjë nuk e provokon. A pe dos nuk e du, a e urrej nuk e urrej. Qka këshmi thonë? Du një budal, du një budal, nuk ka njeri normal. A normal edhe zërë. Një njeri edhe zërë, një njeri cili nuk ka non nga gjinia femrore. Qka? O i dekt, o është i këtere të smudve, apo bur me bur, o qka edhe zërë. Andaj, ka të smedu i bën Qayyim el-Juzeyni nga djetari madhi muslimanëve të pat, ka një njeri ka thonë, o hoxh, djali jotu ka dashuru me një qik, ka dash me azan kryen. Ka thonë shqyqir Allahit, elhamdulillah. Ka thonë shqyqbe elhamdulillah, po ka thonë mëzdejse në gjallë më dashurue. Shkojna e martojna, e kryim këtë punë. Pra, kjo në të shmëri jo dhe zërë. Mirë, një njëri cili s'lakmon kur gjon s'lakmon. Qka i thojna? Qaj Allah dikom psikiatrë, s'ka na mirë njëri. Nuk ka na mirë, pa tjetër me lakmue. E që kjo lakmija, o dhe zërë, që kjo dashnija, o do mos dëshmëri, që këtë dashni dhëtë mja dhanë Zotit. Kjo dashnija, kur e mrin kulmin, i thojnë i badet. Kur e mrin kulmin. Këni pa vëzër e përdorin këta, këngëtar, në nëzveti, thot, adhurusit e mi. Apo këta që qunë fanca, i thojnë këtëre, thot, e adhuroj. Hasha vë kella. I madhësh Allahu gjelluar. A që në e adhuroj, o dhe zërë. Më gjithë se na e dim se na se qinon që ata. E adhuroj, o dhe zë, do më dhe kam put. Zot e kam. Hasha dhe kella. Ama ja ka mor zemë, o dhe zë. Ja ka mor zemë. E që këtë të marrë me të zemë, dhe më jadon Allahu gjilë gjë. Pse? Se kjo, pos që jadha ve Zotit, ka me ta mor dikush qëtër. A ja vlen ve Zotit dikush me ta mor? A ja vlen Leila me ta mor? Zemën tane. Mercedesi, shpia, euro, dollar. A ja vlen? Po që para më Allahu gjë thot, e kum kriju këtë rob. Këshire për kush ja ka mor zemën? Më ka harru mu këshikur që ka mor zemën. Ja kryoj 700 lejle më të mire se që kjo e më ka mashtruhe. Ama ku më probleme zërë? Zemra. Qka tha për nga mberi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ka zima Mahmedi. Ha, mbi 70 hyri kanë miknue ati i cili s'ka ngue muzikë këtë dunja. 70 hyri special i ka miknue një njerit banori gjenetit Allah në po fitëne se s'ka ngue muzikë haram këtë dunja. E shkotja që pritren, Allah në rujt. Për kanë? Runa Zot. Për të shëmtuar atë shëmtuarve. Për të prishurit e të prishme, për degeneruat. Ata janë degenerimi i lumi i shoqërisë në ata vëzër. Apo? A njeri ju përshimu më konë me dignitet, me sërgjitet, me i pasër, me prish problemin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ana e parë e varfërisë së zemrës cila adhurimi. E dyta ka dhënë min jihati al-isti'anati wat-tawakkuli wa hiya al-'illatu al-fa'iliyya. Po Sheikhul Islam Udemia, edhe zemrës nuk i ndahet fuqarallahu nga ana e kërkimit ndihmë. Mbështetja. S'munët zemra pa mbështetje vëllazër. Nuk mundet zemra pa mbështetje. A keni pa njerëz që zakonisht kur kanë probleme? O vëlla, grujës, babës, e vladit, i thirr dosta, pse? Mbështetje i duhet. E do më nini llaft mirë, do më nini mbështetje, pse? S'në rre pa mbështetje. S'mundet pa mbështetje. Sikur që e ka bënë Ibn Jauzi, ka thonë, njëra prej mbështetjeve është cila dinari dhe dirhemi. E kam përmendur se Ibn Jauzi ka bënë në Saidul Khatir, disa doktor kanë shku të një pacient. Edhe i kanë thonë, qysh me e trazube këtë se u ka shtrinje, ka thonë, jep një pare. Qohët në kam mini herë. A e këni pa disa njëve vëzër? Po shemull, së mu të kejtë, pse? Kur gjanë këtë muj?
Jepi pare, ose let fitoje. Kush asni smuje thot se kam, elhamdulillah. Shqyqyr Allah. Kjo e ilaç, o vëzër, ilaça, por disa njerëz janë ilaç. Tash na nuk e kena po kjo përdoret o vëzër. Na, cilin ilaç na të dash? Mu mbështet te Allahu xhelel xhelalu. Mu mbështet zemra thon, unë e kam një Allah. E kam një Zot ai s'm harron kur. Kur s'm harron. Ai më ka kriju, ai më furnizon, ai më drejton, ai më mban, ai më përkra, ai më mbështet. Ai është Zoti jam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kjo është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra fuqarallahu ku i zemrës është ndjan, adhurimi dhe kërkimi i ndihmës dhe mbështetjes. Pra gjëja e parë me të cilën ne e rregullojmë zemrën, do ta vazhdojmë edhe këtë me më shumë fjalë të Ibn Qayyim al-Jauziyes, cila vëzër është se zemra nuk drejtohet derisa të kthehet shumë sinqerisht, shumë pastër ka ana e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhelle xhelalu me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Zoti jon te bareke ve taala të rregullon zemrat tona, ti merremeton zemrat tona, ti ban zemrat tona që ti bindën, ta duan, ti nështrohen vetëm Allahu xhelle xhelalu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelalu çka do që ka prej sëmundjeve apo prej të lasheve në zemrat tona, Allahu na pastron. Elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhelle xhelalu ta ban Allahu xhelle xhelalu më të dashurin e zemrave tona. Ta ban pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam më të dashurin prej krejt njerëzimit, për më të dashurin e këtë pejgamberëve. Elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhelle xhelaluhu na i rregullon të brendshmet tona e të jashtmet tona. Elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhelle xhelalu na mundson që të jetojmë me Islam, të zhvillohemi me Islam, dhe të dërgjojmë shpirtin Allahut me iman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.